Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka emëruar 16 magjistrat në detyrë në përrethe duke anashkaluar kërkesën e Ministrisë së Drejtësisë që emërimet e magjistratëve pikë së pari të nisin nga emërimet e 13 magjistratëve në rrethin gjyqësor Tiranë. Burime nga mbledhja e KLD-s bëjnë të ditur se ende nuk është bërë asnjë emërim në rrethet gjyqësore të Tiranës dhe të Durrësit. Këto vendime të KLD-s janë marrë pas një mbledhje që ky institucion e ka zhvilluar me dyer të mbyllura. Kjo praktikë e Këshillit të Lartë të Drejtësisë mësohet se është kritikuar nga anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, të cilët që në fillim të mbledhjes kanë kërkuar që mbledhja të jetë e hapur për mediat, por nënkryetari i KLD-s Elvis Cefa mësohet të jetë shprehur kundër. Kjo ka bërë që mbledhja të vijojë të zhvillohet me dyer të mbyllura. Mbledhja e kaluar e KLD-s u karakterizua nga debate të forta duke marrë shkas nga kërkesa e ministrit Naço që KLD të emërojë 13 gjyqtarët në rrethin gjyqësor Tiranë. KLD nuk e mori në vlerësim këtë kërkesë. Emërimet e sotme provojnë se mes KLD-s dhe Ministrisë së Drejtësisë ka një krizë të rëndë e cila pritet të ndikojë jo pak në përmirësimin e punës në gjyqësorin shqiptar.